Zot dhe mësot ka folur kot për bukuritë që ka Meka dhe Medina. Dhe mësot vetëm në letra, po kur i jeton është ndryshe. Dhe po i mendoja se si do t'i arriju në këto ditë. Kënaqësia që të falë Zoti Xhele Xhelaluhu, mirësia, begatia që të falë Allahu Xhele Xhelaluhu në atë vend të shenjtë siç është Meka, sepse është i vetmi vend në botë që lejohet bëhet ky pelegrinazh i lejuar nga i Madhi Zot. Prandaj edhe kur Momenti më i bukur ka qenë kur kam shikuar Qabën për herë të parë, dhe më i dhimbshëm ka qenë ai kur i thash jam të mira në fundit të Qabës. Ai ishte momenti shumë i dhimbshëm të vafi lam të mirës. E thua, unë po largohem dhe bëjnë dua inshallah bisarish për ta shikuar atë vend kaq të bukur. Po ne jemi të lidhur shpirtërisht me Qabën, kështu që ne përveç të aspiroshim që të ikshim atje dhe aspirojmë akoma të shkojmë pasi ka është një shkoputje me realitetin, krahas adhurimeve të tjera dhe atyre gjërave të tjera që duhet bënin për të kryer ritualin e haxhit, pasi kuptojmë që vizita në Qabë ishte më e veçantë. Dhe edhe pse s'ka kaluar akoma një vit, shpresojmë që të shkojmë prapë. Pastaj tavafi 7 herë rreth rrotull Qabës. Dhe gjithmonë të kujton atë moment që thua në çdo rreth rrotullim një dua e posaçme. Është një si shumë e bukur. tawafi në vetvete është një lloj adhurimi sikur se namazi, agjërimi, sadakaja, edhe tawafi në vetvete është një lloj adhurimi që i përkushtohet vetëm Zotit Xhelel Xhelal. Zoti na ka urdhëruar në Kur'anin famëlar duke thënë bëni tawaf për Allahun Xhelel Xhelalu. Dhe duke rrotulluar rreth saj ti përmend Allahun Xhelel Xhelalu me lutje dhe dua të ndryshme, ashtu siç ajo veshja e bardhë simbolizon unitetin, simbolizon atë
njëshmërinë apo simbolizon të qenurit besimtar i njëjtë me të gjithë të tjerët, pavarësisht se çfarë pasurie, pavarësisht se çfarë statusi shoqëror mund të kesh, apo nga cili shtet, apo çfarë etnitete, apo race, apo gjenie ti i përket, ti je përpara Allahut xhelle xhelaluhu i barabartë me të gjithë. Do të thënë ti, nëse dikë arrin ta dallosh apo ta bësh diferencën nga veshja, atë kishte të pamundur. Atje ndoshta mund të evidentohesh se pasi grupet kishin atë flamurin për kazë, sikurse edhe ne kur iknim për të kryer adhurimet kishin flamurin ton, pa diskutim që ishte një mësim i mirë, sepse ashtu sikurse atje ti konsideron të gjithë të barabartë, apo je i barabartë. Sepse jo vetëm se je përpara Zotit, po je i zhveshur nga çdo lloj autoriteti apo pushteti, gjithashtu mendoj që edhe njëjta gjë duhet të jetë edhe jashtë Qabës, në këtë rast kur kthehesh në vendin tënd, që ti të rrjedhosh njerëzit në mënyrë besimtarë në Arafat edhe për tjerët dhe Zoti ka premtuar pranimin e lutjeve. Kur je këtu thua sa pak vetë jemi, sa musliman, sa pak musliman jemi. Ndërsa kur shkon atje dhe shikon njerëzit turma, grupe dhe të gjithë të njëjtin qëllim, bëjnë tavafin të gjithë, ose kur shkojnë në Mina, në Arafat, subhanallahu duke bërë dua, dhe thua të gjithë këto për një qëllim të vetëm, pra i bardh, i zi, intelektual, njerëz të thjeshtë, të gjithë me një veshje, të gjithë me njëjtin qëllim. Këtë jep një ndjesi komplet tjetër. Këtë do të shikosh e vërtet njerëzit janë të barabartë. Dhe ajo e kupton tamam që përpara Zotit ne jemi njësoj. Përveç prezencës në Qabe, e veçantë shumë ishte edhe qëndrimi në Arafat. Ato
gjysmë dite po them që kemi qëndruar atje, kishte një paqe tjetër, një ndjesi shumë ndryshe, shikoja jo thjesht njerëz të ndryshëm, por me të njëjtat rroba, edhe kjo ishte një veçanti shumë e madhe, dhe gjithashtu qëndrimi 2 ditë në Mina kishte atë bukurinë e vet. Po ashtu Arafati që është edhe kulmi i haxhit, atë që profeti alayhi salatu wasalam thotë el hajjul arafa, pra haxhi është në vetvete Arafati, qëndrimi në Arafat përbën pikërisht atë momentin më kulminant të haxhit ku besimtari qëndron në Arafat brenda një kohe të caktuar ku pret mëshirë dhe mirësinë e Allahu xhelle xhelaluhu. Besimtari aty shikon që në fushën Arafatit ka besimtar nga gjitha anët e botës dhe të gjithë kanë ardhur me një qëllim, të gjithë kanë veshur atë rrobën e tyre të thjeshtë që është ihrami, të gjithë janë zhveshur nga postet e tyre, nga pozita e tyre shoqërore, nga pasuritë e tyre që mund të posedojnë në këtë botë, dhe të gjithë i drejtohen krijuesit, i drejtohen Allahu xhaleshanu me sinqeritet. Dhe besimtari aty shikon në një farë mënyrë se si do dalë ai para Zotit në ditën e gjykimit, si do dalin të gjithë njerëzit para Zotit të gjykimit, dhe atmosfera që formohet në fushën e Arafatit ku të gjithë qëndrojnë dhe përgjerohen Zotit pa pasur dallim klasash, ku edhe një drejtues shteti mund të jetë afër një njeriu me një pozitë më të ulët shoqërore, tregon se të gjithë besimtarët janë të barabartë dhe të gjithë janë krijesa të Zotit dhe të gjithë kanë nevojë për mëshirën e Allahu xhaleshanuhu, dhe besimtari futet në një atmosferë shpirtërore të ditës së gjykimit kur do dalë para krijuesit të tij. Haxhi është Arafat për arsye sepse profeti alayhi salatu wasalam e ka bërë një gjë të tillë, edhe kjo është një traditë profetike. Edhe thuhet që në Arafat aty ka filluar jeta. Andaj edhe ne shkojmë në atë pikën e fillimit të jetës sonë. Jeta ka filluar me zbritjen e Ademit alayhis salam dhe Havas, edhe thuhet që kanë zbritur në këtë vende të shenjta. Andaj edhe besimtari lidhet sadopak me baban e tij të vjetër që është baba
dua, me lutje që o Zot më kthe përsëri në këtë vend të shenjtë. Haxhiu pasi ka bërë umrën, ka bërë tawafin, ka bërë Arafatin, Minan, Muzdelifen, ka qëndruar në këto vendet e shenjta, është mrekulluar, është kënaqur, edhe vjen momenti i fundit, edhe pse është i lodhur, edhe pse ndoshta pak orë flen, prish rutinën e tij të përditshme, ai megjithatë fuqia e tij e besimit, shpirti i tij i madh që ka përfituar gjatë haxhit, thot o Zot më kthe përsëri, o Zot më kthe përsëri. Është një herë në fillim bën shumë dua o Zot inshallah shkoj, pastaj e thua o Zot inshallah shkoj sërish. Pra të shtohet dashuria më shumë për të shkuar në atë vend të pepër. Meka është një magnet i fort besimit. Ai i cili ka sadopak besim, i shtohet besimi dhe e mban afër edhe e tërheq fuqishëm gjithmonë. Ai që ka shkuar një në haxh do shkoj për s'dyteri, për s'teteri. Ai që ka shkuar një në umre ka vazhduar ta bëjë tradit çdo vit. E vërtet ishte një ndjesi e veçantë, sigur ti po përshëndeteshe me diçka që i kishe pritur kaq shumë, por mbas tallafit të lëmë të mirë, na priste një rrugë shumë e bukur deri tek xhamia e Profetit alayhis salam. Meka ishte shumë e bukur, por shumë e rrëmujshme. Shikonte njerëzit e sa vraponin, turma të gjithë për një qëllim. Ndërsa kur shkojnë në Medinë ishte një qetësi e papartë. Atje të jepën një ndjesi komplet ndryshe. Kur shikoj xhaminë e Profetit alayhis salam, një fllat i ndetë sa kur fryte sa falë namazin e akşamit për herë të parë në atje, dhe fryte një fllat i ndetë që edhe ajo sejadet, ajo aromë e këndshme të vëtë të manë sikur po jetoje në kohën e Profetit alayhis salam. Ishte shumë më qetë, pasi normalisht gjithë ato njerëz në Qabe, përveç qetësisë shpirtërore kishte edhe atë zhurmën e vet për sa i përket shpërndarjes që bëj për në hotelet ku akomodoheshin njerëzit, bëj fjalë për numër të jashtëzakonshëm, pra nuk besoj se kisha para apo do të shoh aq shumë njerëz të mbledhur në një vend. Dhe qetësia në Medinë pastaj kishin fatin ta kishim në hotelin afër xhamisë së Profetit alayhis salam dhe të 5 vaktet ti falnim aty. Dhe rrugët ku ti kaloje kishte një histori, një tregim ku kishte ecur Profeti, dërgumi i fundit, Profeti alayhis salam. Pra ti ishte në një vend ku ai ishte